Ngela duke ngrënë vetëm ngjyra të thata, kështu që hajde përgatisim bashkë një supë me qofte dhe perime. Kjo është një nga ato supat që ke qejf ta bësh jo vetëm sepse bëhet shumë shpejt, por del dhe shumë e mirë dhe të kënaq shpirtin. Unë pjatë time i hedh pak kos dhe del me nam. Do nisim duke pastruar dhe lar mirë preshin dhe presim në rrath, jo shumë tolla dhe jo shumë trasha. Pastaj pasi ta kemi prerë, do ta hedhim në një tenxhere dhe do ta kaverdisim me krip dhe piper. Ndërkohë që preshi skuqet në tenxhere, merremi me perimet e tjera. Unë kam përdorur pak karrotë dhe kungull gjelle. Ju mund t'i bëni perimet edhe në rende nëse doni, por unë kam shumë qejf kur janë kështu të prerme të mëdha. Fatkeqësisht këtë herë për tonin t'i bënim qoftet vetë në shtëpi, kështu që i morëm të gatshme në supermarket, por ju premtoj që herës tjetër do i bëjmë vetë. Vendosim të qoftet skuqen me preshin, pastaj do të shtojmë dhe perimet e tjera avash avash. Këto do t'i lëmë të skuqen për 20-25 minuta në zjarr të ulët dhe pastaj do të shtojmë ujin. Hedhim pak spec kuq për shije dhe i lëmë që të ziejnë. Pasi qoftet kanë zier, do të shtojmë salcë domatesh dhe spinaq. Do t'i përziejmë këto mirë dhe pastaj do të shtojmë edhe nga këto makaronat elb. Tani do të shtojmë ujin dhe do presim vetëm sa të ziejnë makaronat dhe supën e kemi gati. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo recetë. Shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem, në këtë mënyrë nuk humbisni asnjë video të re që un postoj. Faleminderit shumë. Ciao.